Allah është ëndër për me lujtë për Kosovën. Gjithë kom dash me lujtë për Kosovën. Shumë më gëzu që ma këtë për me lujtë. Kosovën e kam në zemër. Sot është dita fundit e kampit me talentet nga diaspora. Ja kemi filluar me vajzat, ku i kemi pas 29 vajza aktive dhe kemi pas 3 ditë bashkë me to. Kemi kalu shumë mirë, kemi pas shumë aspekte pozitive. Kemi vazhduar këto ditë e fundit me grupmoshat e djemët prej gjeneratës 2010 dhe 2012. Gjithçka ka shku shumë mirë, kemi pa ma shumë se 100 litarë. Në gosht ku me qenë kampi i arshëm, me njëjta gjenerata si vajzat si djemët, ku shpresojmë si kemi pa prapë shumë talente. Por qëllimi është gjithmonë me kriju këtë dashni për Kosovën, me pa ambientin tonë, si Kosova është të rritë dhe shpresojmë si këta djemë dhe vajzat në klubet tyre punojnë sa ma fort edhe sa ma nalt shkojnë. Ashtu është ma mirë për neve dhe është ma letë për me që Kosovën tani në tjetër nivele. Po sigurisht që ishte një përjetim shumë mirë pasi që edhe vetë ka ngulqë për Kosovën, ishte atë letar. Ani ide uni shumë mirë në kanalin e Kosovës që është ditën e parë kur kemi shkuar për shtëpi. Ka qenë shumë një ndjenje e mirë, edhe fëmija me ditë prej cilit vend prind kanë ardhur, shumë ndjenje pa përshkrueshme. Shumë përshtypje mirë, shumë ndjenje mirë, shumë mikpritje mirë, ka fitu shumë shoqëni. Këmë pas shok 3 mirë u kanë, e lej shumë futbolin e mirë. Kisha po që me lu për Kosovën një ditë, edhe me arrit sa ma nalt. Po shumë mirë kena kalu, i kum pa do shokë si janë edhe pejtë Zvicres, jena mbledh qëto, edhe shumë i lumtur jam se jam kohën qëta 3 ditë qëto. Super, kum kalu, kena bo shoqni të mirë, stafja ka një mirë, i kum kalu 3 ditë të mira, kum lujt mirë për mua, kum lujt mirë. Inshallah me arritë për Kosovën me lujt, me të mlajt.